Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Fillimisht lutem Allahun azza wa jall që agjerimin ton Allah azza wa jall të kishte pas pranu. Lutem Allahun që çdo vepër të mirë edhe çdo lexim të Kuranit, çdo rekat, çdo dua, çdo punë të hajrit që na ka frutë Allah azza wa jall, lutem Allahun që ta na kishte pas pranu. Lutem Allahun që çdo tmetë dhe mangësi që kemi pas gjatë muajit Ramazanit, Allah azza wa jall të na kishte pas fal dhe të na kishte pas mbulu. Dhe lutem Allahun që na mësoj edhe shumë Ramazana të tjera të agjerojmë edhe të kthehemi Allahut azza wa jall me vepra të mira dhe me pendim. Pasi që jemi edhe dita e fundit, nuk do të vonojmë shumë me lenin Allahut azza wa jall, thjesht vesh një këshill për mua fillimisht e pastaj edhe për juve. Me shpresë se Allah azza wa jall na mësoj që të përfitojmë diçka nga ato fjalë e pastaj të nxjerrim ato veprat e tona. Adhurimi në thelb nuk është lëvizje trupore pa kuptim. Se shpeshherë njerëzit do thotë ngatrojnë çështjen e adhurimit edhe mendojnë që adhurimi është diçka lëvizje, mirë por nuk dihet se pse, nuk dihet urtësia ose do thotë pa kuptim. Nuk ka do thotë në sens kuptim, mirë po realisht është e kundërta. Adhurimi në thelb është një udhtim për një ndryshim më të madh. Kur njeriu adhuron Allahun azza wa jalla, realisht ai kërkon që të ndryshohet vetja e tij. Edhe ndryshimi fillimisht fillon prej brenda e pastaj shfaqet në gjymtyrët e tij, te fytyra e tij, shfaqet te trupi i tij, shfaqet te duart e tij, te këmbët e tij, te të folurit e tij, shfaqet do thotë në çdo aspekt. Ky është adhurimi. Dhe ky është synimi i adhurimit. Nuk është synimi i adhurimit thjesht të jetë lëvizje trupore pa kuptim. Jo. Ka do thotë urtësi edhe ka do thotë kuptim. Po e marrim si shembull dy persona realisht. Një person i cili është ngrit mëngjes, ka hungur syfir, ka prit me fal namazin e sabot, pastaj ka xhiru brenda ditës tij, e ka përmbajt veten e tij nga uria, është ballafaqu me ecjen, edhe në fund kur ka ardhur perëndimi i diellit, ai ka menduar që ka vepruar çdo gjë. E njëjta është me një person tjetër i cili është ngrit natën, është fal, janë lodh këmbët e tij, janë lodh trupi i tij, edhe në fund pasi që e ka përfunduar, ka menduar që e ka arrit kulmin e adhurimit edhe përkushtimit ndaj Allahut subhanahu wa taala. Këta persona është frikë e madhe që të përfshihen para lajmërimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku tha që sa agjëruesi nga agjërimi i tij nuk merr përveç se ecjes edhe uris, dhe sa namazfalsi nuk merr nga namazi i tij përveç se lodhjes edhe pagjumësisë. Këta dy persona që pejgamberi Allahu xheli përmendi si shtresë, se pas ka dhe njerëz të tillë të cilët nuk e kuptojnë urtësinë e adhurimit, ose urtësinë e agjërimit ose namazit ose çdo gjë tjetër që ka të bëjë me adhurim, e tregon realitetin e asaj se çfarë do të kuptohet do të thotë me adhurim. Edhe çfarë do të kuptohet me agjërim, çfarë do të kuptohet do të thotë me çdo gjë që ka të bëjë me çështjen e ibadetit. Agjërim i realt është agjërimi i cili depërton deri në shpirtin ton. Nuk është agjërimi i cili vetëm se thjesht e prek barkun ton edhe e prek gjuhën ton, ku ne prejvojmë atë nga eqja, ose e prejvojmë vetëm do nga ushqimi dhe nga pija. Jo, qëllimi është që të preket shpirti jonë, që të gëdhendet, që të pastrohet. Kur agjërimi e prek shpirtin, e prek zemrën, edhe arrin që të shkaktojë ndryshim në shpirtin tonë, atëherë realisht ti ke agjëru. Kjo është agjërim. Kjo është agjërimi që prej neve pritet. Atëherë çfarë dobi ka nëse ti barku yt nuk ka rriuritur, po realisht do të thotë gjua jote nuk ndalet duke ja cenu nderin muslimanëve. Ti e shef, ai agjeron, ama gjua e tij nuk ndalet, gjua e tij nuk përmbahet. E shef që ai agjeron, mirë po megjithatë përgojon, bardh fjalë, shan, ofendon, mallkon, gjitha i bën, atëherë ku mbetet agjerimi? Çfarë dobi e ka nëse nuk laget fyti, po zemra jote vlon prej urrëqjes, armiqësisë edhe zilisë?
Çfarë dobi ka? Nuk ka dobi. E realisht ajo që pritet prej agjerimit është që ta ngjallë zemrën tënde. Ta dridhe sadopak atë zemër e cila është ngurcu edhe t'ia shkunde pluhurin e gafletit që e ka përfshi. Kjo është qëllimi i agjerimit. Kjo është agjerimi real. Nëse një agjerim i tillë e ka përfshi zemrën tënde, edhe të ka dridh, edhe të ka kthjell, edhe je përmisu në gjuhë edhe në vepra, atëherë inshallah përgëzo me herë. Nëse namazi jot i teravive ose namazi i natës, te ti nuk ka përçu vetëm se lodhje dhe nuk e ka ndryshuar te ti karakterin, as sjelljen, as qetësinë, as rahatin. Përkundra se i bë edhe më i vrasht, atëherë dihet që në te nuk ka bereqet. Atëherë thjesht ti vetëm se ke marrë lodhje edhe nuk ke marrë diçka tjetër. Shpirti i njeriut i përngjason tokës e cila është e thatë. Keni pa një tokë e cila është e thatë, nuk ka gjelbrim te. Kurse adhurimi realisht është shiu. Nëse bie shi me një tokë e cila është e thatë, edhe ajo tokë nuk gjelbrohet, te kush është faji? A është faji te shiu? Apo është faji te toka? Nuk mund të me qenë faji te shiu, se shiu është i lakt ujë. Edhe për ti pritet që ta ujitet çdo sen që e prek, edhe gjelbrohet, ka bereqet. Problemi ku është? Problemi është e toka. Toka nuk është e mirë. Toka nuk është pjedhore. Toka nuk është përgatit për atë shi, edhe toka nuk e lejon që uji të deportoje deri në brendësinë e saj. E njëjta është me adhurimin. Kur shpirti i njeriut është i ngurtë prej brenda, edhe nuk lejon për me deportu adhurimin, se adhurimi është shiu realisht këtë rast. Ato janë mjete për me ujitën që atë tokë. Nëse nuk arrin deri në brenda, atëherë nuk ka dobi. Problemi ku është? Problemi është e ti. E nëse ti je para përgatit për këtë realitet, edhe normalisht ke prit ndryshim, me lenë Allah do ketë bereqet. A nëse ka mbet njëjtë ashtu si ke qenë, sikur ke hyrë në Ramazan, edhe tash në fund ke ardhur me një pikë kur s'ka më ka fundi, ti ke mbeti njëjtë, do dalish i njëjtë, atëherë realisht dush me marr me rishiku vetën tënde, me rishiku zemrën tënde, edhe me rishiku do thotë, me rishiku realisht ku është problemi. Qëllimi do thotë i agjerimit, edhe i namazëve, edhe adhurimit përgjithësi që e kemi bërë që do ta bëjmë, ose që e bën muslimanit në përgjithësi gjatë jetës së tij, nuk është qëllimi që këto diçka të arrihet, mendoj dikush e ka arrit një kulm ose kulminacion të lartë, që pastaj do thotë dikur të bie shkaku i vetpëlqimit ose diçka tjetër. Jo. Qëllimi është ja. Ai të forcohet që të ballafaqohet me sfidat e jetës tij, të shtohet durimi kur është në pyetje kaderi Allahut azza xhel me fatkeqësi, edhe po ashtu do thotë ai person që të mazemërgjel kur është në pyetje gabimet e qerrave që i bëjnë ndaj tij. Çështja do thotë nuk është këtu sasia, po është gjurma. Nuk është në pyetje këtu unë çka kam bë, po është në pyetje adhurimit çka ka bërë mua. Kjo është pyetja kryesore. Nëse ndalemi pak edhe mendojmë tash si ka ndikuar xhenimi tonë, si ka ndikuar namazi natës tonë, si ka ndikuar çdo adhurim që e kanë bërë gjatë Ramazanit, një sadaka, një dua, një leximi i Kuranit, respekti farafisit, i prindërve, i çdo gjë që ka të bëjë do të me këtë realitet. Si ka ndikuar tonë? Nëse ka ndikuar pozitivisht, edhe ti e përmisu, edhe ti ke ndryshu, edhe ti e majqet, se nuk mundet një njeri i cili gjuma e tij është lak me dhikr, edhe me leximin e Kuranit që ti njëjtë, vazhdon nuk ka rahatim, nuk ka qetësi. E shef është i njëjtë, ka shoh për para, ka mallku për para, njëjtë vazhdon edhe pas Ramazanit. Do thotë është paradoks. S'ka mundsi. Problem ka, do thotë që ai adhurim nuk ka deportuar te zemra jote. Atëherë duhet patjetër mundon me rishiku vetën. Kjo është e para. E dyta, ati që Allah subhanahu wa taala ka mundsuar që ta agjerojë Ramazanin, edhe të bëjë adhurime, le ta di se duhet me vazhdu me këtë ritëm me njëjtë edhe pas muajit Ramazanit. Për shkak se qëndrueshmëria në fe është krenaria më e madhe e muslimanit. Nuk ka krenari më të madhe se sa besimtari që është stabil. Ti mundesh me fillu, mirë po nuk qëndron. Një periudhë, një vit, 2, 3, 4, ndoshta euforia e startit, euforia e fillimit, me keni po disa kur fillojnë do thotë kanë një lloj euforie, imani i tyre, euforia, vllaznia, shoqëria, rrethin, ndikojnë gjitha çaj forcohet. Të ecë mirë po deri kur? Deri një periudhë ku bie dikun i bie imani.
Edhe gradualisht fillon pastaj të stagnojë dhe kthehet mbrapa. E kjo qëndrueshmëri nuk është stabile, është labile. Prej neve kërkohet qëndrueshmëri në fe. E qëndrueshmëria në fe është krenaria më e madhe e muslimanit. Andaj kur e kuptoi mirë Sufjan e Thaqafi, kur e kuptoi mirë këtë realitet, u vetëdijsu dhe e pyeti pejgamberin, tha ja Rasulullah, apo më tregon diçka, një pyetje e cila është gjithëpërfshirëse që nuk kam nevojë më ta pyes askën tjetër. I tha pejgamberi Allahut azza wa jall, i tha kul amantu billahi thumma istaqim. Thua i besova Allahut edhe pastaj u përqendrova në atë. Do thot thua i besova Allahut me bindje të plot, edhe unë u përqendrova në këtë rrugë. Edhe pse realisht jeta është e shkurtër, mirë po rruga është e gjatë. Neve na duket që është shkurt jeta, tamam po, ama kur duket e shkurt? Kur të kalojnë vitet edhe kthesh mbrapa dhe shef që realisht kur qos s'ke arrit diçka me thon ashtu ti se ke paramendu. Mirë po sfida që i ke përjetuar për dëshmërinë tonë, jetën tonë kanë qenë vështira. Varfëri, fatkeqësi, sprov, fëmijë, gra, gjitha ato bela, sprovat në fe, ato ta kanë vështirësuar jetën edhe rrugtimin drejt Allahut. Nëse nuk ke qenë stabil, edhe nuk je përqendru, atëherë do të mos prit prej teje qëndrueshmërinë fe. E qëndrueshmëria është krenaria më e madhe që e ka muslimani. Allahu subhanahu tha innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Ata që thanë se me të vërtetë Zoti ynë është Allahu, edhe pastaj u përqendruan në atë rrugë. Qëndruan stabil. Nuk shkuan majt edhe ngjath. Kur e lexonte Omeri radhiyallahu anhu minber, thoshte përqendrohen në rrugën e drejtë, duke e adhuruar Allahun me sinqeritet. Edhe mos i bani dredhit e dhelpës. Dredhit e dhelpës e dini si janë? Ato dredhi ka mundësi dhe njeriu të i bëje nganjëherë me adhurimet e tij. Mendon se ashtu si i mashtron njerëzit do e mashtrojë Allah edhe Allahu azza wa jall. Mirë po realisht Allahu azza wa jall nuk shkojnë, nuk hecin këto punë ashtu. Nëse nuk ka sinqeritet, atëherë bie. Thoshte Hasan al-Basri kur e lexonte këtë ajet, thoshte o Allah, ti je Zoti ynë, na jep përqendrim. Na jep përqendrim fen ton për shkak se realisht nëse ne nuk kemi përqendrim, atëherë do thotë çështja jon do të mbarojë. E njëjta është me adhurimin. Muslimani qëndron stoik i qëndrueshëm. Nuk e kufizon adhurimin e tij me sezone të caktuara, jo. E kemi adhuruar Allahun tash në Ramazan, e kemi shtu dozën e ibadetit më shumë, tamam. Ama pas Ramazanit, çka do ndodhë me ne? Pas Ramazanit, a do jemi të njëjtit, apo do ndryshojmë? A do e prismi nesër ditën e Bajramit, që me nxit ta falmi Bajramin dhe pastaj t'i kthehemi gjunave dhe mëkate dhe veseve tona që i kemi bërë më herët? Këtë pyetje secilit besoj që i mbetet vetë t'ja kthejë përgjigjen vetvetes së tij. Normalisht ne si besimtarë kemi bindjen që duhet me adhuru Allahun deri në fund. Prandaj thot Allahu subhanahu wa ta'ala, rabbeke hatta yatakal yaqin. Adhuroj Allahun deri kur? Derisa të vjen bindja, qëllimi derisa të vjen vdekja. Jo një periudhë, edhe pastaj e praktikis, pastaj i kthesh, jo. Prej fillimit e deri në fund. Hasan al-Basri thoshte, për besimtarin nuk ka kohë e cila përfundon derisa të vjen vdekja dhe pastaj lexoj këtë ajet. S'ka. Për besimtarin është njëjtë. Besimtarin është njëjtë. Adhurimi i tij është Ramazan, pa adhurimi i tij është edhe jashtë Ramazanit. Zoti i Ramazanit është edhe Zoti i Shevalit. A Zoti i Dhul-Qadës, Zoti i Dhul-Hijjës, i Muharremit, krejt muajve tjerë. I njëjti Zot, nuk ndryshon. Ai i cili të ka urdhëruar që në Ramazan ti përkushtohesh atij më tepër, edhe ta adhurosh atë, i njëjti është ai i cili të urdhëron që ta adhurosh Allahun subhanahu wa taala edhe jashtë Ramazanit. I njëjti. E andaj besimtari duhet me pas parasysh këtë realitet. Robi keq personi i cili e njeh Allahun veç në Ramazan. Edhe shumë zhgënjyese që një besimtar të i kthehet gjunave pas Ramazanit edhe veseve ti që i ka pas më herët. Shumë zhgënjyese. Kur e shef një rob i cili është përkushtuar Allahut edhe ka qëndruar në Ramazan, edhe pas Ramazanit menjëherë është kthy haramit, është kthy do thotë është kthy realiteti i tij që e ka pas më herët, atë pikpyetja është se realisht është pranuar agjërimi i tij. A ka pas me sinqeritet agjërimin e tij, adhurimin e tij në Ramazan apo jo? Nëse ka qenë i sinqert, patjetër është dashme prek dikundi, ai ibadet. Allahu subhanahu përmendi një shembull në Kur'an për një grua e cila ka qenë prej kurreshve, ka qenë kokbosh i thutë edhe budalla, një grua naive
e cila e ka bën një vepër që njeriu normal nuk e bën. Pa Allahu subhanahu e përmendi Kur'an jo për të mirë, e përmendi për sherr. E përmendi për gjithë neve të cilët mendojmë se adhurimet e tona kufizon me një periudhë caktuar dhe pastaj duhet për mi praktikë. Allahu subhanahu e përmendi këtë grua se kjo grua tjerte edhe në fund e shprishte gjithë atë punë që e ka bërë dhe e bën te fije, këtë punën e saj. Kjo grua ka qenë prej kurreshve, që ka qenë kokbosh, naive, budalla, e cila do thotë kishte ka pas probleme me vezvese. E merrte boshën e saj prej druri, edhe e keni parasysh përpara pleshët tonë, do thotë e kanë pas një bosh prej druri që e kanë përdorur për qerrje, edhe me të e ka qerr leshin, fijet e pambukut edhe qimet. Ka marrë tan ditën, parandoti sa mund prej sabot më çu edhe me punu. 2 orë, 3 orë, 4 orë, 5 orë, 6 orë, 7 orë, edhe në fund i ka shkuar meni ka thonë sheftorëve sa këtë meni prishën pa në fije. Sigurisht tash ti më marr muratori, më marr me ndërtu një shtëpi, me fillu. Edhe me fillu do thot malterin edhe betonin dhe këtë mi punu, fillon e ngrit katin e parë, edhe na shon thotë e, diçka, më në prishën. Më në prishën këtë. A ka kuptim, s'ka kuptim. Nëse me vjen apet një të vepër. Kështu është edhe besimtari. Nëse ai i kthehet vesave dhe i kthehet gjunove, edhe nuk ka taj përmisim. Realisht i përngjasojnë kësaj grua, që Allah Zogjeli përshkruaj me këto tipare në librin e tij, pa mëse se e ka dashur adhurimin. Dhe kur e ka dashur adhurimin dhe kur Allah ja ka mundsuar për me adhuru, Allahun e ka mbajtat. Edhe ka qenë i qëndrueshëm, edhe është munduar që ta shtojë atë. Prandaj i tha Abdullah ibn Amr, i tha pa mëse se Abdullah. Ka thonë mos u vaj si filani i cili ngrihej natën edhe pastaj praktikoi namazin e tij. A çu natën, a fal, ka thonë namaz natë. Ama kur? Në natë 2, 3, 4, 5, një muj. Pastaj pas Ramazanit e ka harruar Allahu subhanahu. Kur nuk i ka rënë ndërmend deri në Ramazanin tjetër, që i ka rënë ndërmend që të vije ose të realisht të shkon me marr xhami, më fal natën, po të falet të shtëpia vet baram 2 recate. Baram 2, jo më shumë, veç 2. E ka thonë mos u ban si filani i cili a çu a fal me një kohë caktuar pastaj e ka praktikë. Për shkak se është e shumtuar. Që për besimtari kërkohet që ta shtojë dozën e tij edhe ta mbajë çat, realisht pak më ta mbajë. Prandaj thot Aisha radhiyallahu anha se vepra më e dashur te Allahu është, se ka thonë pejgamberi, vepra më e dashur te Allahu subhanahu është ajo e vazhdueshmja edhe nëse është pak. Pejgamberi kur kërkonte mbrojtje prej Allahut thoshte: O Zot, kërkoj mbrojtje nga devijimi pas udhëzimit. Do thotë kërkoj mbrojtje pasi që ma ke dhënë një mirësi. Edhe unë e kam shfrytzuar atë mirësi dhe e kam pas, por nuk kam ditë ta mbaj. O Zot, kërkoj mbrojtje që mos ta humbi atë edhe devijoj. Devijimi është i rëndë. Do shta nuk e jeton, po vjen gradualisht. Kur ti nuk ja di urtësinë dhe nuk ja di vlerën asaj që Allah Zotëri ta ka dhënë, atëherë normalisht që pritet për me humb. E njëjta është edhe për ne. Nëse ne nuk e kemi ditë vlerën në Ramazanit, dhe gjithë adhurimi që Allah Zotëri na ka mundsuar në Ramazan, atëherë nuk kemi për me ditë vlerën pas Ramazanit e kështu, do e humbim një mirësi të madhe, sepse ai do reflektojë realisht në ytyrët tona më vonë, ku do shohim veten që do i kthehemi njëjtë veseve, adhurimi jonë nuk do shtohet. Dhe mos flasim për gjërat e tjera të cilat i veprojmë ose do vinë si pasojë atyre gjërat që ne i bëjmë. Edhe përfundojmë me fjalën e Ibn Qayyimit, i cili thotë se feja sillet rreth 2 themeleve, vendosmërisë edhe qëndrueshmërisë. Thotë kur robi përkrahet me vendosmëri edhe me qëndrueshmëri, vetë e ka marrë përkrahjen me mbështetje edhe me sukses. Do thotë që kërkohet vendosmëri, qesh i vendost, edhe e dyta qëndrueshmëri. Walladhina jahadu fina lenahdiyannahum subulana, ata që janë munduar në rrugën tonë, padyshim se ne do t'i shpërblejmë ata. Edhe Allah subhanahu do t'ju japë stabilitet, dhe Allahu do t'ju japë qëndrueshmëri në zemër edhe në gjymtyr, dhe Allahu do t'ju mësojë atë që jetojnë si musliman, edhe mos t'ia dozojnë amanetin ndryshe Allahut vetë si musliman. Andaj lutem Allahun subhanahu që Allah subhanahu na falet dhe na mëshiroj. Edhe lutem Allahun që pas Ramazanit Allah subhanahu na mësoj që jemi të njëjtit, ashtu si jemi largu prej harameve, si e kemi rujt gjuhën tonë, e kemi rujt veshin tonë, i kemi rujt këmbët tona, duart e tona, i kemi shfrytzuar në adhurime, ashtu ta mësoj Allah subhanahu dhe pas Ramazanit, sepse nëse nuk e veprojmë atëherë realisht është pikpyetje se a kemi agjëruar ne sinqerisht për Allahun apo jo? A jemi mundu sinqerisht apo jo? Da është pranuar agjërimi jon edhe veprat e tona apo jo? Andaj lutem Allahun që Allahu na fal, na mëshiron, na pastron dhe lutem Allahun që çdo gabim që e kemi bën, Allahu subhanahu na fal dhe na mëshiron, dhe lutem Allahun që për çdo të mirë që kemi punuar, Allahu të na shpërblen. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.